بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رسول الله درم شم صلوات والسلام پیغمبر تي محمد صلى الله عليه وسلم familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës. Javën e kaluar kemi shpjeguar një ngjarje e cila pak është komplekse dhe kemi trajtuar se si janë do thot transmetimet në lidhje me atë ngjarje dhe mendimet e dietarëve në përgjithësi, dhe konkluza e krejt asaj që kemi thonë është se vërtet kjo feja jonë e pastër pra bazohet në argumente të qarta dhe ajo ngjarje e cila përshkruhet në atë formë se e keni parasysh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka recituar ato vargjet prej Kuranit nga surja An-Najm, shejtani ka ndërhy. Kemi thonë që kjo nuk është e saktë dhe e saktë është ajo që ka përmendur tek Imam Buhariu, megjithatë edhe pse ndoshta disa dietar e kanë thonë që mund të jetë e saktë, kjo nuk kupton se është fut diçka në ajetet e Kuranit madhërisht, diçka nga ajo që ka s'ka dash Zoti ose Allahu xhalla ualla nuk ka zbrit. Për arsye se Allahu i madhërisht në Kuranin famlar tregon që e ka zbrit Kuranin dhe vërtet e ka ruajt atë që mos me ndodh në të ndonjë ndryshim ose ndonjë devijim. Por e përmendëm se vërtet ka qenë tendence atyre të cilët mundohet me fut dyshime edhe huti në mesin e njerëzve, posaçërisht në mesin e muslimanëve të padijshëm, kanë tentuar që nëpërmjet kësaj ngjarje të mashtrojnë njerëzit edhe t'i devijojnë njerëzit gjëja se ajo çfarë i ka zbrit apo çka ka recituar edhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është Kur'an, mirë po është prej vetvetes së tij, që faktikisht kjo nuk është e saktë dhe nuk është e qëndrueshme në asnjë formë. Për arsye se fjalët e tij, fjalët e Allahut madhërisht kanë qenë të jashtëzakonshme dhe këtë e kemi pa në disa raste se si disa prej njerëzve që kanë qenë refuzuesit më të mëdhenj të Islamit edhe refuzuesit më të mëdhenj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithatë kur i dëgjonin këto vargje, e dinin qartë që nuk kanë qenë vargje të thjeshta, nuk janë do thotë vetëm vargje thurura, po janë fjalë që nuk kanë arrit me i dëgju më herët. Dhe e dim që në përgjithësi arabët në atë kohë kanë qenë poetë dhe ka pas poezi dhe njerëz që kanë thurë poezi të ndryshme, por jo me kanë njëjtë ashtu që ka zbrit Kurani famlar. Prandaj vetë praktika e tyre e dëshmon se ajo me cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur ishte diçka e jashtëzakonshme, edhe duke ja bashkangjit kësaj që edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është njoftë asnjëherë se ka thurë poezi apo vargje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur as nuk i ka mësu, as nuk i ka ditë. Edhe para se me konë pejgamber, domthonjë 40 vite nuk ka recitu kur. Dhe thuhet edhe s'ka marrë mend kur. Kështu ka qenë e ka rujt Allahu i madhërisht që mos me mendu njerëzit që po thurë nga vetvetja e tij. Sidoqoftë, po vazhdojmë ta tutje me ngjarjet të cilat kanë ndodhur. Ajo që ka ndërlidhet në këtë situatë është fakti se kur Islami u forcu me Hamzën, agjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ka fillu Islami të futet edhe në për shtëpitë e Parisë Mekase, atëherë kanë fillu edhe turistit me qenë më të mëdha, karshi muslimanëve në përgjithësi, dhe e dim edhe për këtë shkak edhe kanë bërë hijretin një grup i vogël i muslimanëve në Etiopinë e sotme, në Abisini, por në të njëjtin kohë ata fiset kurejshite që ishin në Mekë filluan me i bë turisni
me thonë klanit ose kabiles së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Hashimive, që faktikisht ishin ata 10 vëllezërit e Muhamedit, 10 vëllezërit e 10 axhallarët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një fjalë pasardhësit e tyre, fillon ju bë trysni atyne që ose do të na dorëzoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me heq dorë ju prej tij, mos me e mbrojt, ose kanë me fillu ato, me thonë kushtimisht, sanksionet edhe trysnit ndaj krejt kësaj kabile. Tash kur themi kjo kabile, është fjala Ebu Talibi edhe disa nga vëllezërit e tij, Abasi e kështu me radhë, përveç kujt Ebu Lehebit. Ebu Lehebi ishte razi edhe me dorëzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe nuk kishte ndonjë problem në këtë. Kurse tjera, do thot pjesa tjetër e kabiles refuzonin jo pse ishin musliman ata, jo pse nga aspekti islamit, por nga aspekti i afërsisë së gjakut, e konsideronin si një lloj nënçmimi edhe një lloj përulje me dorëzu një pjesëtar kabiles tyne njerëzve të tjerë edhe me mbyt atë. Pra kjo ishte për ta, do thot, e papranueshme, kështu që ishin shumë të vendosur që këta mos të bëjnë. Ndërta ishte pra Ebu Talibi. Prandaj edhe e bënë një marrëveshje kabile tjera të kurejshitëve që ishin Mekë, e bënë një marrëveshje që në një formë, me thonë kushtimisht me terminologjinë e gjuhës së sotme, një lloj sanksionimi të rrept ndaj kësaj kabile në përgjithësi. Edhe ai sanksionim nënkuptonte që nuk mos me pas kurfa raporti shitblerjes me ta. As me shit prej tyne, as me ble prej tyne. Do thotë as me ju shit, as me ble diçka. Pastaj as mos me u martu prej tyne, as mos me marr domthonë gru prej tyne. Dhe pastaj marrëveshja, domthonë sanksionimi tjetër ishte edhe ajo që faktikisht që këtë marrëveshje mos me e prish derisa t'ja dorëzojnë tjerëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, ata do thot ishin të rrezikuar në çdo situatë dhe në çdo rrethon. Mirë po, fatmirësisht, edhe kjo ka qenë zgjedhja e Allahut të Madhërisëm në krye me Ebu Talibin, kabilja e Hashimive, janë vendosur që mos me dorëzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe mu fut në këtë turisni, edhe pse pra nuk ishin në fenë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kanë vendosur do thot mos me dorëzu atë dhe kanë qëndruar me të, kështu që janë fut me një fjalë, kanë bën një lloj tërheqje, kështu që mu rujt ata vet në një, i thojnë shab, një lloj sokaku ose një lloj mahalle tyne, edhe janë vendos aty të gjithë së bashku, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe Ebu Talibi, edhe të gjithë ajo kabilja, edhe aty janë vendos edhe në një formë janë fortifikuar që edhe me mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe fshehur azi mos me arrit me depërtu tek ai, edhe kështu janë bën një lloj fortifikimi, edhe kanë qëndru ashtu. Por kanë qenë të rrezikuar edhe vazhdimisht kanë qenë do thot edhe të sanksionuar, kështu që janë ballavaçuar me vështirësi të shumta, edhe këta e kanë bërë këtë marrëveshje, kabile tjera të kurejshitëve kanë bërë këtë marrëveshje edhe kanë shkruajt këtë marrëveshje. Ju e dini që nuk kanë ditë të gjithë shkrim e lexim, po kanë shkruajt dikush që ka ditë prej tyre, edhe kanë vendos, edhe e kanë vjerë në murin e Qabes. Që faktikisht kjo marrëveshje me qëndru këtu derisa dorëzohet Hashimit edhe na e dorëzojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe vërtet kjo ka qenë një situatë shumë e vështirë për muslimanët, po e vështirë edhe për këtë kabilën, për arsye se ju e dini që banorët e Mekës nuk kanë pas ushqime ose të ardhura me bujqësi ose me diçka tjetër, për arsye se ju e dini që jeta edhe mbijetesa e Mekasve ka qenë vetëm në tregti.
do thot dhe ata karavanat të cilët vinin në Mekë ose këta dilnin, domthonë këtu ka qenë tregtia e cila është zhvillu, jo diçka që me pas ndonjë resurs ose ndonjë të ardhur tjetër që me mbijetu. Prandaj ka qenë shumë e vështirë, edhe janë ballaquar me vështirësi të shumta, edhe i ka kaplu edhe uria, megjithatë nuk janë dorëzu, edhe kanë vazhduar në këtë dhe kjo kohë kështu ka zgjatë në disa transmetime thuhet deri në 3 vite, në disa thuhet më pak 2 vite, po sidoqoftë kjo ka qenë do thot një situatë shumë e vështirë, edhe kam pas disa raste, për shembull ka qenë një person që ka pas emrin Hakim ibn Huzam, ky nuk ka qenë musliman, po ka pas afërsi me Hashimin. Kanë qenë doj tyne, edhe ka qenë i afërt me ta, edhe ka marrë nga njëherë ushqime, i ka vendosur në deve, edhe ka shku afër çatij mahalli, asaj mahalle apo vendi, edhe i ka lënë ato që me i marrë ata njerëzat dhe me shujt urin edhe etjen që kishin në këtë formë. Sa që tregohet me një rast që Ebu Xehli e ka taku dhe ka ndodhur një lloj kacafytje me këtë personin për shkak të këtij veprimi. Ky ka qenë i afërt edhe me Hatixhen, ju e dini edhe Hatixha ka qenë në atë vend, edhe pse nuk ishte prej Kureshitëve, po ishte gruaja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj ishte në atë bojkot, edhe ka qenë ky i afërm, edhe kur fillon me i bë trysni Ebu Xehli se pse po ju çon ushqim, atëherë arsyetimi i tij ishte se po i çon ushqime që i kanë mbet Hatixhes nga një shitblerje e mahershme, prandaj edhe për atë pjaqën, do thotë edhe ky ishte një lloj arsyetimi me të cilën faktikisht e ka largu vetjen atë akuzën se është duke ju ndihmu pra Hashimive në përgjithësi. Në këtë situatë shumë të vështirë ka qenë gjendja e njerëzve, edhe në këtë kohë pra janë kthy musliman nga Abesinia. Faktikisht në kulmin e vështërsisë. Dhe kemi përmend më herët se ata kur kanë shkuar atje kanë ndajt një kohë, ju ka ardhur lajmi se në Mekë Islami është përhap, edhe ka njerëz që nuk ka motrysni edhe ata janë kthy. Po duke u kthy rrugës, para se me mrin Mekë, duke u kthy rrugës, ata takojnë disa karavane njerëz që udhtojnë, edhe fillojnë me marrë lajme se çka ka ndodhur në Mekë. Edhe këta mendonin se aty tash Islami është përhap dhe nuk ka më kufizime që ka pas më herët. Mirë po ata karavanët të cilët kishin dalë prej Mekës, çuditën thonë, kjo nuk është e saktë, edhe kjo nuk është në fakt ata janë në trysni edhe më të mëdha se ç'kanë qenë më herët, duke e treguar situatën e bojkotit e cila po ndodh. Dhe këta ishin në Hales, kishin mrinë Mekë, kështu që e kuptuan që ajo çfarë kishin dëgjuar nuk ishte saktë, prandaj edhe disa prej tyre propozuan që mu kthy prap, mos me hi fare në Mekë, për arsye se nëse kemi kështu vështirësi, atëherë do të jetë problem me qëndru. Prandaj propozojnë mu kthy prap. Mirë po, shumica e tyre thonë masi kemi mri deri këtu, atëherë po hym për arsye se ta kshyrëm që është, pastaj do të ndërmarrim hapat e më të tjeshëm. Pra nuk ishte një udhtim që bat me përgjysore, po ishte udhtim me javë, e cila bat me javë, kështu që masi janë afër, kanë vendosur me ardhë edhe me hy në këtë vend. Dhe kur janë fut pra në Mekë, atëherë e panë që situata ishte shumë e vështirë, disa prej tyre që nuk kishin familje të forta, faktikisht që ishin shumica e tyre, ishin në një situatë që mundin prapë të ekspozohen në vështërsi edhe në vuajtje. Prandaj, prej njerëzve më të njohur i cili ishte kthy, ka qenë Uthman ibn Mad'un. Ky Uthman ibn Mad'uni është një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shokët e ngushtë, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur shumë. Ka ra shahid, dhe ky ka qenë prej muslimanëve të hershëm, domethënë që i kanë pranuar Islamin shumë herët, edhe kur ka ardhur
Tash ky për mu fut në Mekë është friksu se ka mundësi, nuk ka pas familje të fortë, kështu që i ka nevojit që dikush me hi dorëzan për të. Ju e dini sistemi e kemi përmendur edhe më herët, sistemi i ligjit të Kurejshitëve apo në përgjithësi në Mekë është që familjet të cilat kanë pas një kom të forta, kanë pas një lloj imuniteti që s'ka guxu gjithkush mi nguc pjesëtarët e asaj kabile. Mirë, po kur ka qenë prej një kabile që o kon e dot, atëherë kanë lujt me të edhe kanë mujt edhe mi sulmu, edhe mu ballaqu me vështirësi të shumta. E tash këta që kanë dot për me pas një lloj imuniteti, kanë shkuar dhe kanë kërkuar një lloj çish me thon imuniteti ose një lloj dorëzanie nga dikush që është prej Paris të Mekës, i cili ka pas emër dhe ka pas do thot autoritet, kur ka thon filanin është do thot njëri jam mos ma ngusni, atëherë ai ka marrë imunitetin edhe e kanë kuptuar që nëse i bëhet diçka keq atij, atëherë i bëhet keq edhe ky që e ka marrë në mbrojtje. Prandaj ky sistem ka qenë i njohur tek kabilet mekase dhe në përgjithësi do thot sipas sistemeve të tyre. Prandaj Osmani ibn Mad'uni ka qenë nuk ka pas familje të fortë. Prandaj edhe shkon tek Walid ibn al-Mughira. Walid ibn al-Mughira e kemi përmend që ka zbrit në surën Al-Muddathir, ajo ka qenë njëri shumë autoritativ në Mekë. Edhe ka qenë poet, edhe ka qenë i njohur, edhe ka qenë e kanë respektuar të gjithë. Ky është baba i Khalid ibn Walidit, do thot baba i tina, dhe për këtë ka zbritur në surën Al-Muddathir, i cili faktikisht ka qenë në një situatë me pranu Islamin edhe me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po nuk e ka lënë ajo mendjemallësia edhe autoriteti që e kishte me pasu atë dhe ka refuzuar. Prandaj edhe ka zbrit një pjesë e surës Al-Muddathir që Allah xhalla ala thot da'ni wa man khalaqtu wahida, që atë që kum krijuar vet edhe i kum dhënë pasuri edhe evlad. Pastaj njëherë ka thonë që është sahir për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë që e përmend në surën Al-Muddathir. Ky është do thot ky njeri, do thot o kanë kundër Islamit. Mirë, po ka qenë i afërt me Osman ibn Mad'unin, do thonë si shoqëri edhe tregti, edhe ky shkon e i thot apo ma jap mbrojtjen tane, do thot një lloj mbështetje që të rri i lirë në Mekë. Atëherë ky e kishte të shok edhe i aran edhe të afërm, edhe i thot po, edhe del do thot në Mekë edhe deklarohet atë sistemin para çabës, edhe i thot filani, unë po e marr, arabisht i thon gjivar, domthonë po e marr në mbrojtje, një lloj imuniteti që kush e nguc filanin, ka nguc edhe mua. Edhe njerëzit e kuptojnë këtë shpallje, edhe tani e trajtojnë që ky është njëri i filanit edhe ky nuk ngucet, sikur në një aspekt në kohën bashkëkohore me thonë ato sistemi i bandave që është, që thonë filanin mos e nguc, edhe zguxojnë. E keni parasysh do thotë në çat sistem, pra jo do thotë tipike, po prafërsisht do në çat formë do thotë është zhvilluar do thotë ky ligj, ky rregull. Prandaj edhe nuk e kanë ngucmo. Megjithatë, Osmani ibn Mad'uni kur ka pas se çfarë tortura dhe çfarë vështirësi po ballavacion me të njerëzit në Mekë, atëherë i duket vetja që është e padrejt vetëm me konë i lirë, me ec, me shku, me ardh, dhe me konë i mbrojtur mos me nguc kërkush, kurse tjerë që ishin ma dop posaçërisht robrit prej tyne, që ishin do thotë në vështirësi, mos me konë mu ballavaciu me vështirësi, dhe ka pa veten që nuk është të vepru mirë, domethënë nuk e kanë di veten mirë, edhe ka thonë valla po shkoj pe tërheqi këtë mbrojtje për arsye se peni veten që nuk jam të vepru mirë, tjerë do thotë vllaznia me hjek me pas vështirësi, unë me konë do thotë rahat. Edhe shkon edhe i kërkon Walidit, thot po du me tërhek, thot pse ky a mos ka nguz dikush, mos ka thon dikush që mos ka bë dikush diçka të keqe, ky thot jo, po s'po du me kon do thot në mbrojtjen tonë, ty faleminderit domthonjë që ma ke dhënë edhe tërhiqet. Edhe ky shkon prap deklarohet në Qabe që filanit pia tërheq që çat mbrojtjen edhe apo imunitetin me thon
edhe ja tërheqin. Po s'do të thot ai si t'ja tërheqin njerëzit me botur, po nuk e ka më atë autoritet. Edhe ato që ndoshta me bën një lëvizje tjetër, dikush mundet me të bëndë një dam. Edhe kështu ka ndodhur edhe me këtë Osman ibn Madhunin. Dhe me një rast ka qenë duke shku në një prej tregjeve të Mekës, thuhet që ka qenë tregi Ukaz, që është do thotë ka qenë prej tregjeve shumë të njohura në atë kohë, edhe njerëzit kanë ardhur krahas që ka zhbot tijaret, o ka një lloj panairi ajo kohë, që kanë ardhur edhe me thonë poetët e ndryshëm edhe kanë recitu poezitë e ndryshme në për ato mejdane, për me edhe i kanë respektu edhe i kanë nderu. Edhe ka qenë një poet që kishte ardhur, jo prej Mekasve, prej jashtit, e ka pas emrin Lebib. Ky poet është prej poetëve të njohur, do thotë në gjuhën arabe, para islamit, i thujnë al-muallaqatu s-sab'a. Domthonë janë 7 domthonë poezi që janë shumë gjata, me qindra vargje në to, që janë të njohura, që janë para islamit. Edhe sot dihen ato cilat janë edhe recitohen në to, do thotë janë shumë njohura, janë shkruar në stile shumë të larta, e ky është njëri prej atyre, do thotë është i njohur, edhe ky ka ardhur në treg edhe recitonte disa poezi dhe vargje të veta, edhe Osman ibn Madhuni domthonë ka qellu aty. Edhe dëgjon duke recitu, edhe ishte duke recitu një poezi të cilën ai thoshte kështu ala kulle shay'in ma khala Allahu batilu, që nëse përkthen në shqip dhe po thot nuk ishte musliman, e ka pranuar islamin masanej, mas një kohë, po atëherë as nuk e njehte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as nuk e dinte që ka islam apo musliman në për ato vende. Ai kishte ardhur do thot për synime tjera. Edhe e recitant një vargje që nëse përkthejnë në shqip, po thot, dijeni se çdo sen përveç Allahut është e kot. Do thot nuk ka kurfar peshe. Edhe kjo si formulim është shumë e drejtë. Edhe Osman ibn Madhuni thot për Zotin e ke thonë të vërtetën, ç'ashtu është. Po tash e vazhdon këtë pjesën tjetër të poezisë ku thot ky wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Dhe çdo begati ose çdo kënaqësi nuk ka qysh se vetëm se është do thotë jetë shkurt, do thotë është kalimtare. Domthonë që kjo është ajo poezia të cilën ky e recitonte dy vargje të kësaj. Edhe kjo domthonë çdo begati nuk ka qysh se vetë se është do thotë jetë shkurtër, atëherë ky thotë ja që tu nuk është ashtu. Për arsye se begatia e xhenetit është e përjetshme. Edhe thot që tu s'ja ke qellu dhe si e kërkones, do thot nuk ja pranon. Edhe ky nënçmohet, domthonë poet i njohur, edhe ka ardhur me recitu dhe respektojnë, edhe mi thon ashtu dikush prej, me thon publikut kushtimisht, e nin veten të nënçmuar. Edhe thot tash, ju thot këtyne me kasve, tash vendorve, thot pejkujt ja keni nis ju musafirët e ju i kështu mi nënçmu, do thot mu sjell keq kështu. Edhe tash nga ky nënçmim quhet dikush prej atyre që ishte prezant, thot qysh mi ja kthy fjalën këtij njeri, edhe e sulmon, edhe i mshon në fytyrë, edhe janë nxin synin. Një nën sy do thot janë nxin. Domthonë për arsye se nuk kishte mbrojtje në atë idhnim, do thot e sulmon, do thot edhe janë nxin fytyrën, syrin. E Walid ibn Mughira ishte afër, do thot në treg, edhe dëgjon çfarë kishte ndodhur edhe vjente Osman ibn Madhuni, edhe i thot atë kum thon pse ke heq dorë për mbrojtjes tama, pse çat ka gjet. Thot nëse don ktheje të kishe nejt, do thot ku qysh je kon, s'kish gozu kurkush me të prek. Prandaj thot ktheje këtë mbrojtje, do thot se nuk bën kështu. Atëherë i thot për Zotin, thot i thot qyre syni çai ke bë, do thot. Për Zotin thot kjo që më ka ndodhur mu, vetëm mundem me thonë që syni tjetër është duke xhelozuar në mirësinë e cila i ka ndodhur do thot syrit domon që është dëmtu. Për arsye se kjo është do thot në rrugt të Zotit Madhërisëm edhe ka refuzuar me marr do thot prap mbrojtjen e Walid ibn Mughira për shkak se ka thonë kjo çfarë më ka ndodhur ka qenë do thot në rrugën e Allahut Madhërisëm, prandaj edhe e ka refuzuar. Pra
kjo është do thot një ngjarje e cila transmetohet në historinë do thot e Osman ibn Madhunit, për cilën do të flasim edhe në disa raste tjera që ka qenë vërtet prej atyre muslimanëve të hershëm edhe shumë të vendosur i ka ndodhur kjo. Pastaj prej tyre ka qenë edhe një person i cili pra o kthy prej Abesinis, edhe është fut në Mekë, edhe tash kishte nevojë për një mbrojtje, ai ishte Abu Salama ibn Abdul Asad. Edhe ky ka qenë prej muslimanëve të parë, edhe ky faktikisht ka qenë, me thonë kushtimisht, djalë i hallës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra nana e këtina ka qenë prej Kurejshitëve, prej Hashimive, faktikisht ka qenë motra e Ebu Talibit. Edhe faktikisht Ebu Talibit e kishte daj, apo? Edhe ky çka shkon te daja vet edhe kërkon mbrojtje te Ebu Talibi dhe i thotë mbrom, mirë, po ky ka qenë prej familjes apo prej kabiles së Ebu Gjehlit. Dhe ka qenë i afër me Ebu Gjehlit, edhe po nuk shkon te Ebu Gjehli, se Ebu Gjehli nuk e mbron, për arsye se ai kishte shpall armiqësit hap me krejt, edhe pse kishte të kabiles nuk e mbron. Prandaj nuk ka shku te ai, po ka shku te daja, apo? Edhe ka kërku mbrojtje tek daja. Edhe i ka thonë apo mbron, edhe Ebu Talibi e ka mbrojt, për arsye se nip, do thotë djali motrës, edhe e ka fut mbrojtje. Kur ka dëgju Ebu Gjehli për këtë ngjarje, e ka marrë kabilen e vete, edhe ka shku te Ebu Talibi, edhe i ka trokit në derë, edhe ka lyp të thotë me të, me usqaru, qysh ti njerit, domethënë kabiles tonë mi dhon mbrojtje, me çfarë drejte, do thotë. Edhe qysh edhe i kanë bë presion, atëherë ju ka thonë, nëse ka mundësi me mbrojt nipin djalin e vllaut, atëherë pse mos me pas mundësi me mbrojt djalin e motrës, do thotë nip kë. Edhe thotë unë e kum fut, ai ka kërku prej meje dhe është në mbrojtjen time. Edhe kanë filluar me debatu edhe me i bë do thotë presion, Ebu Talibi ju e dini që ka qenë plak, i vjetër edhe në mosh, nuk ka pas do thotë autoritet, ka pas shumë, edhe shumë i njohur, edhe shumë i respektuar, por mosha e ka bot veten tani, ky donte me i bë presion vazhdimisht, derisa në këtë rast ndodh do thotë një diçka jashtëzakonshme, Ebu Lehebi, që ishte vllai Ebu Talibit, apo? Po nënën tjetër shok i Ebu Gjehlit, edhe ishte me Ebu Gjehlin në shumë situata dhe në rrethana, në këtë rast e mbron vllain e vet. Kur e shohën domosdoshmë që ju kanë gjujt vllai i tij, edhe po i bëjnë presion edhe janë duke u mundu, thot mjaft, thot se ka drejt, thot vllai jam, po don me mbrojt, mos e ngus lënë se është plagë, do thot mos i bëni presion më shumë, edhe ju ka dhënë një lloj ishareti që nëse vazhdoni kështu, unë do të bëna tash me këto, edhe ata e humnin shumë, nëse Ebu Lehebi ka lënë të nonën e Hashimive, atëherë ata do të ishin shumë më dopt. Kështu që kur e panë që situata mund të eskaloj edhe do të kaloj Ebu Lehebi nonën e Ebu Talibit, atëherë ata ndalen edhe pajtohen edhe e lajnë do thotë këtë çfarë ka ndodhur. Pra, kështu ishte situata e vështirë, edhe vetëm ata të cilët ishin në mbrojtjen e të tjerëve, ishin ata të cilët kishin imunitet edhe që mundnin me dalë prej këtyre vështirësive, dhe në këtë rrethon atëherë bëhet do thot propozimi i dytë që vërtet të bëhet shkohet do thot për në Abisini për herë dytë, do thot në Etiopi me shku për herë dytë, dhe kjo është ajo hijreti i dytë i cili ka ndodhur do thot në Abisini, dhe ky hijret ka ndodhur tash me një numër më të madh i Mekasve, pra ata ishin faktikisht sipas disa transmetive kanë qenë 83 burra dhe kanë qenë 11 gra. Prej 11 grave, thuhet që 7 kanë qenë prej Kurejshive. Të tjerat jo, do thotë 7 kanë qenë prej Kurejshive. Dhe 83 burra. 83 burra me familje tyne, tash fëmijët e tyne nuk i përmendin, do thotë edhe pse në historinë islame, posaçërisht Ibn Kathiri në librin Al-Bidaya wa Nihaya, është e ka një libër të historisë, pastaj Ibn Hishami në sirën e tij, i përmendin me emra dhe domthonë të gjithë këta. Do thotë i përmendin kanë jo, kush ka qenë edhe cila gru, me sa fëmijë e kështu me radhë, i përmendin këta. Po na nuk kem nevojë do thotë mos zgjeru në këtë,
po them kryesisht emrat e tyre dihen kush kanë qenë edhe kush kanë shku. Po ajo çka është e veçanta prej tyre është që kush ka shku ka qenë Xhafer ibn Abi Talibi. Do thotë Xhaferi, djali i Abu Talibit, më i madhi, vllai i Alis radhiyallahu ta'ala anhu, ky është prej tyre që ka shku me gruat vete, e ka pas emrin Asma bint Umeis. Othmani në udhimin e parë ka qenë, në dytin nuk ka shku, do thotë ka mbet në Mekë. Omeri nuk ka shku për arsye se ende nuk i kishte pranuar Islamin, do thotë nuk ishte prej muslimanëve domthonjë që me pranu Islamin komplet. Mudit prej Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka shku për arsye se ka qenë shumë i vogël. Ka pas thuhet 9 vjet apo kështu, pra nuk ka shku. E Xhafer ibn Abi Talibi ka shku për arsye se ka qenë mosh, ka marrë gruën e vete Asma bint Umeis, edhe këta kanë shku. Pastaj prej tyre ka qenë prej grave të njohura ka qenë Sauda bint Zum'a, që ka qenë gru e një sahabiu që ka pas emrin Sekran ibn Amr. Ky Sauda ma vonë bëhet gru e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, masi ti vdes Aisha, masi ti vdes Khatijja, e marton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është prej atyre që ka bëu hijretin në Abisini. Pastaj prej tyre është edhe Ummu Habibe, çika e Abu Sufjanit, e cila ka qenë e martuar me një burr që ka pas emrin Ubejdillah ibn Jahsh. Edhe ky bën hijret, do thot me gruan e vete. Ubejdillah vdes në Abisini, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e marton Ummu Habiben gjithashtu, edhe e ka, do thot pra e ka martu, dhe kjo vërtetohet, do thot në historinë islame. Po ajo që është e veçanta në këtë rast është se edhe Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu vendos me bë hijretin. Për arsye se familja e Ebu Bekrit kishte heq dorë prej mbrojtjes së Ebu Bekrit, pra dhe kështu që detyrohet me dalë edhe bëhet gati dhe niset në këtë udhim, dhe duke shku hale pa mri në Bregdet, takohet me një person që ka pas emrin Ibn Daghunna. Ky ka qenë nuk ka qenë prej Mekasve, ka qenë prej një familje ose një kabile jashtë Mekës, po e ka njoft Ebu Bekrin për shkak të tregtisë që kanë pas bashku, edhe ka pas autoritet. Edhe kur e takon, thot, nuk ishte musliman kjo, thot, ku je të shku, i tregon që jem duke elshu Mekën për shkak të rrethanave dhe situatës, edhe ky i vjen keq, edhe thot, dhe kjo është domthonë e rëndësishme me ecek, i thot si me lshu venin një njeri sikurse ti, me lshu Mekën një njeri sikurse ti. Ti je një njeri shumë i mirë, i cili i ndihmon të varfrit. Do thot i del i ushqen jetimat, edhe ata njerëz gra domthonë që s'kan burra, i del, do thot Zot, do thot atyre njerëzve që janë nevojtar, jep sadaka, dhe i përmend faktikisht disa vepra të mira, sikur e keni parasysh Khatijja kur i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allah xhallahu ka metrujt ty për arsye se ja përmend disa sifate, përafërsisht njëjtat sifate ja përmend edhe Ebu Bekrit. Kështu që këtu vret ajo ngjajshmëria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekrin. Pra, thot qysh me ndodh, domthon çifti jut me lshu Mekën, domthon kur ti i ki këto cilësi. Thot unë nuk po moj, do thot për arsye se kam, thot apo pranon me hy, do thot në mbrojtjen teme, po shkoj pja u kërkoj unë me kasve. Edhe Abu Bekri thot nëse ta ofrojnë, atëherë po pranoj. Edhe e merr edhe kthehen në Mekë, edhe del para me kasve dhe thot që unë po e marr në mbrojtje Abu Bekrin. Nëse ju pranoni pra kurajshitët, ata kishte ky person kishte autoritet në Mekë, edhe pse ishte prej Mekasve, po autoritetet ishin interesa tregtare, për arsye se ishte një udhëhes i një kabile që kishin tregti edhe marrëveshje tregtare me ta, prandaj e respektuan edhe thanë që e marrim mbrojtjen tonë, e kem parasysh, po e kem një kusht që ky
mos me dal haptas më falë në Qabe, po le të falën në shtëpi vet. Edhe Ebu Bekri pranon këtë kusht, edhe kthehet në shtëpi vet, mirë po kur ja nis më fal, e bën një vend afër, domthonë në shtëpinë e vete, faktikisht në obor, edhe aty falej vazhdimisht. Edhe lexonte Kur'an, dhe Ebu Bekri leximin e kishte lexonte shumë bukur, po gjithashtu edhe çante gjatë leximit. E kështu që tërhiqej nga njerëzit, edhe gratë, edhe fëmijët shkonin edhe e dëgjonin Ebu Bekrin duke e lexuar Kur'anin, edhe e dëgjonin prej tij, do thotë ndikoheshin prej tij. Dhe në historinë islame thuhet që personi i pari që ka ndërtuar xhamin ka qenë domosdoshmë shtëpinë e vet, është Ebu Bekri, për arsye se ka bën një lloj si lloj xhamie vend falje, edhe ato është fal, edhe vazhdimisht ato ka qëndru. Edhe kanë shku njerëzit, janë afru, ju e dini që edhe Ebu Sufjani, edhe Ebu Gjehli, edhe Omeri, edhe që kjo Walid ibn Mughira, vazhdimisht kanë mundu me përvjedh me dëgju diçka nga Kur'anin, nga fjala e Allahut Madhreshëm, po fshehur azi. Edhe njerëzit e thjesht shkonin edhe dëgjonin Ebu Bekrin se çfarë po reciton, edhe ato edhe fillon me u ndiku derisa i shqetësoi paria Mekës kjo çfarë po ndodh, edhe kanë shku tek ky person Ibn Dughunna, edhe i kanë thënë që na e na marr vesh që ky mos me deklaru për shkak frikës që pe dëgjojnë, do thotë gratë e fëmijët tanë dhe po ndikojnë prej tij, atëherë thuj atij ose le të mshelet në shtëpi vet, ose e tërhequm atë mbrojtjen të cilën ta kemi pranuar për ty. Edhe ky shkon i fol Ebu Bekrit, edhe Ebu Bekri thotë, nëse është ashtu situata, atëherë unë po heqi dorë prej mbrojtjes tane, edhe ky sikur Othman ibn Madhuni heq dorë edhe jetë në rahmetin dhe mëshirën e Zotit Madhreshëm, edhe është ballavaçuar me vështirësi Ebu Bekri në këto situata, është mundu kohë pas kohë, posaçërisht kur ka dashur me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë ka qëndruar Ebu Bekri kështu në këtë formë deri në momentin e hijretit, kur e ka bërë hijretin së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E tash, po e vazhdojmë edhe një ngjarje, edhe me këtë po e përfundojmë dersin e sotit. Ajo ngjarje është se kur kanë bërë hijret, ky numër i madh i Mekasve, 83 burra edhe 11 gra, ishte do thot një situatë shumë e jashtëzakonshme për Mekasit. Për arsye se numri 83 burra nuk ishte numër i vogël. Ju doni me ditë se tash domthonë kabilet kur flasim nuk është që në kanë shumë të mëdha, ka pas numër të madh. Për shembull kabilja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Hashimit, sa në kanë do thotë 10 burra, 10 vllaznit Abdul Muttalibit, domthonë djemtë Abdul Muttalibit, këta kanë qenë Hashimit. Domthonë nuk kanë qenë numër i madh. Që me thonë valla, pra dalja e tyre është vërejt një mungesë, do thotë është vërejt domthonë që kanë shu venin, do thotë nuk është domthonë që a erdhen domthonë 10 burra nuk është shumë, ama 80-83 është bajegeni numër i madh, kështu që është bë domthonë një punë e madhe kjo, domthonë është bë një lloj, çish më thonë një lloj lajmi se njerëzit banorët e Mekës ose kanë heq dorë prej njerëzve tyne dhe pilshojnë me dalë, me lëshu venin, domthonë ishte një lloj, me thonë kushtimisht një lloj nënçmimi edhe një lloj marrëja edhe për Mekasit, kjo më ndodh. Për arsye se në atë kohë resursi më i madh që ka pas njerëzit edhe kabilet edhe që janë marrë mes vete kanë qenë njerëzit. Dhe ti tash prej kabiles tane me lëshu 83 me shku prej Mekës, që shumica dërmuese tyne kanë qenë Mekas Kurejshit, ishte do thotë një diçka jo e normale edhe jo e zakonshme. Prandaj edhe ulën këta edhe konsultohen çka me bë. Domthonë kjo çka ka ndodhur është do thotë një punë e madhe, edhe vendosin banorët e Mekës ose paria Mekës që mi dërgu 2 persona që janë më të njohurit edhe më që kanë autoritet që me shku tek Nejashiu edhe me kërku prej tij me i kthy këta njerëz. Edhe këta përdorin një strategji që është do thotë normale edhe në kohën e sotit.
Cila ishte strategjia? Mas pari kanë përgatit dhurata edhe hedije të shumta për Nëxhashiun mas pari edhe për ata të afërmit, këshilltarët ose ministrat e tij që janë gat që me josh me të mira. Edhe kanë marrë me veti shumë do thot të mira, do thot dhurata, e dhuratat mas të çmuara në atë kohë ishin që me çu prej Mekës dikon ishin çka lkurat e devës. Do thot ishte një material që Mekë ka pas, do thot edhe o njif Meka me këtë lloj të materialeve. Edhe kanë bë do von më të jashtëzakonshme i kanë bë gati, pastaj lloje të ndryshme të dhuratave edhe i kanë bë gati edhe për Nëxhashin edhe për këshilltarët e tyre, i kanë marrë me veti edhe kanë shkuar në Abisini edhe këta dy. Ka qenë Amr ibn Asi edhe një person tjetër e ka pas emrin Abdullah ibn Abi Rabia. Këta dy do thot kanë qenë që kanë shku do thot tek Nëxhashiu edhe kanë bë takim, me thon kushtimisht me ta, po para se mu taku tash për me ardhur te takimi, ju taku një herë me këshilltarët dhe ministrat e Nëxhashiut që kanë qenë do thot edhe ata kanë qenë njerëz do thot autoritativ, edhe aty në mas pari ju kanë dhuru këto dhurata edhe kanë thonë që dojmë mu taku edhe arsyeja takimit është që është një grup i njerëzve tanë të cilët kanë ardhur në vendin e juj edhe kanë gjetë rahati mirë, po këta janë njerëz që e kanë lanë fenë të parëve të tyre, po jo që janë bë krishterë si ju, po kanë marrë dhe ndjekun një fe krejtësisht të re, do thot pa njohur edhe janë të rrezikshëm, kështu që po dojnë mi kthy njerëzit, do thot janë njerëz thjesht, njerëz do thot tri, janë munduar me i bë disa propaganda, prandaj po i kërkojmë këta njerëz me i kthy në vendin tonë. Për arsye se mund edhe juve këtu mi ju bë, domosdoshmë mi ju destabilizu e kështu me radhë, edhe ajo këshilltarët e tyre e kanë marrë domosdoshmë si diçka të logjikshme dhe shumë të arsyeshme, prandaj kanë thonë, nëse ka mundësi që edhe kur t'i thojmë Nëxhashiut që me na ndihmu, domosdoshmë këtë rast që mi tërheq këta, mos me bë shumë të madhe. Bile mos me ardhë situata që me debatu se kush janë, çka janë, ç'a po bojnë se ne, po me lanë me kaq. Edhe këta këshilltarë edhe ministrat që ishin të afërm atyre, thonë në rregull na do t'i bëjmë takimin edhe do të takoni me të edhe do t'ju ndihmojmë me realizu këtë për çka keni ardhur. Edhe kanë bë takim me Nëxhashiun edhe Nëxhashiu i pret mirë këta edhe i pranon edhe ato dhurata të cilat ja kishin dërgu, për arsye se çdo njeri pranon edhe ka dëshirë dhurata pavarësisht çka mundet me pas, çfarë do pasurie me pas, kur vjen diçka e veçantë, diçka domon e çmon. Edhe ky i merr ato dhurata, edhe tash lyp çka do thot kërkesa ju. Edhe ata i tregojnë që kështu është një grup i njerëzve që kanë ardhur te ju, kanë gjetë do thot strehim te ti, dhe këta janë njerëz që e kanë lënë fenë të parëve tanë, edhe nuk janë bë edhe krishterë si ju, po kanë zgjedh domthon një fe të re të panjohur, ndjekun edhe nuk janë do thot në rrugë të drejtë, prandaj kërkojmë prej teje që me na lanë që ato mi marrë me vete dhe mi kthy me neve. Edhe Nëxhashiu ishte në informacion që është një grup, po çka është situata e tyre, jo që shumë do thot qartë. Edhe thot në rregull, pra thot edhe nëse ka mundësi tash mos me hi thell mi marr ata në pyetje çka është puna sene, po ti marrë me herë dhe piqojmë. Mirë, po Nëxhashiu këmbgul, thot, në asnjë formë kjo nuk mundet me ndodhur. Nëse ata kanë lyp strehim te unë, edhe kanë gjetë strehim domthon në vendin tim, edhe janë të vendosur këtu, tash unë mi dëbu pa dëgju prej tyne çka është do thosh shqetësimi dhe çka është situata e tyne, nuk lejoj kursesi. Edhe kështu që kërkon me u taku me ta. Edhe takohet Nëxhashiu dhe kërkon takim, edhe kur vjen situata për mu taku, musliman friksohen shumë. Thonë çka do të jetë tash situata jonë, domthonë këta kanë ardhur, do të na marrin edhe friksohen, edhe është prej situata që janë friksues shumë. Edhe udhëheci i tyre apo njëri i cili ka fol në këtë takim ka qenë Xhafar ibn Abi Talibi. Xhafar ibn Abi Talibi ka qenë do thot një djalë burr, baba i djali i Abu Talibit, që ka pas autoritet edhe ky,
edhe ka qenë shumë, në të folun, ka qenë shumë eloquent, me thonë, domthonjë që ka ditë me fol. Nuk është domthonjë që është friksu ashtu me ka thonë qëre, na do të shkojmë, do të takojmë edhe do të flasim të drejtën, të vërtetën. S'ka nevojë me hi okolla, me mashtru, me mshef diçka, çato që na i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çato ja tregojmë edhe nuk kem çam me mshef, edhe ju e dini, edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka livduar në Xhashiun që nuk gjykon pa drejtësi. Është do thotë një gjykatës edhe një sundus i cili në shtetin e tij ka drejtësi. Atëherë shkojnë edhe takojnë edhe fillon tash me pyet në Xhashiu këtë. Edhe i thot çka është puna juve, çka kush jeni ju, çka jeni, edhe Xhafer ibn Abi Talibi fillon e merr fjalën edhe thot o ti mbret, do thot i drejtohet, do thot me epitetin e tij, thot vërtet kena qenë, do thot një popull para në kohën në një ignorancë, domthonë në një padituri të thellë. I adhuronim idhujt, kunna na'budul asnam, i adhuronim idhujt, do thot ato gjanat të cilat i kanë marru, wa na'kulul mejte, dhe hanim softira, çka gjajshëm, do thot njerëz do thot që s'kishën parime. Për arsye se në Xhashiu edhe shteti i tij për dallim prej arabëve ishin civilizuar dhe ishin do thot nivele më të larta të kulturës edhe të ndërtimit, ishin më përpara, nuk ishin do thot qysh me thonë, s'po thonë të egër, po nuk ishin nivelin e beduinëve të Arabisë, të cilët jetonin me një kafshat bukës. Ata ishin do thot një kulturë, civilizim që kishin shtete, kishin ushtrije, kishin administrate, kishin brete, kështu me radhë, ishin ma naltë se këta. Prandaj kjo thot na ishim një popull që nuk dinim, nuk ishim parime, bëjshim do thot sanet këqija, nuk kishim do thot respekt ndërsjell në për kabile, pra kishte do thot sulme nërmet kabilev, nuk i ndihmonim të dobtit, e kështu me radhë do thot tregon ato defektet të cilat i kishin arabët në përgjithësi. Edhe thot neve Allahu i Madhëshëm na ka dërguar një pejgamber, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar me dhon sadaka, me bë mirë, me adhuru Allahun, edhe i tregon kushtet e Islamit në përgjithësi, me qenë do thot emanexhi, me largu adhurimit të idhujve edhe gjana dhe me adhuru vetëm Allahun e Madhërisëm, edhe më bë njerëz të mirë, me bë domosdoshmë njerëz sjellshëm, me u largu prej zinas, me largu prej gjanave të këqija, e kështu me radhë, përmend do thot ato mirësitë e Islamit në përgjithësi. Edhe në Xhashiu dëgjon, derisa të kryen. Kur të kryen, thot a mundesh me më lexu ose me përcjell diçka nga ajo që ju ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo ju ka domthon çish po pretendon domthon i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ky fillon me lexu, me recitu prej surë Maryam. Surja Maryam, unë prapë i them, nëse keni kohë ktheni edhe lexeni, fillimi është do thot një përshkrim shumë i jashtëzakonshëm do thot i ngjarjeve që fillimisht fol Allahu i Madhërisëm për Zekirian, edhe çysh ka ndodhur, domthon ajetet e para për Zekirian, edhe çysh i ka lind atij, për arsye se Zekiriaja, Jahjaja edhe Isa alayhis salam kanë qenë të afërm, ju e dini, apo çka kanë qenë Zekiriaja me këta Jahjaja me Isa alayhis salam? Do thotë nana e Jahjas ka qenë teze e Isës alayhis salam. Apo, do më kanë qenë të afërm. Edhe ju e dini që është ndërlidhur kjo ngjarje me Isën alayhis salam. Për arsye se Zekiriaja e merr në mbrojtje edhe e merr do thotë Merjemen në vendin e tij, do thotë ku ai ishte do thotë faktikisht në vendfaljen e tij, edhe aty ajo ndodh edhe me ardh Xhibrili alayhis salam, që faktikisht nuk ka pas shanca edhe mundësi që Merjemja me pas do thotë diçka që me u akuzu për zina. A keni parasysh? Për arsye se ka qenë në mbrojtjen e këtij Zekirias, i cili faktikisht e ka marrë do thotë Merjemen dhe ka vendos, për arsye se ju e dini se janë betu prindrit e Merjemës që nëse Allah na jap djalë që kina me bë çka murg,
edhe me kanë adhuruesi, mi shërby Zotit madhërisht. Mirë po Allah e dashur më dhon vajzë, po Allah ta vajzën e kanë dërguar te Zekiriaja që me qetë do thot në vend falje, në vendin e tyne, kështu që Allah i madhërisht fillimisht fol për Zekirian. Edhe çfarë ka ndodhur, edhe si Allah xhala ala ja ka dhënë Jahjan. Pastaj fol në vazhdim fol për Merjemen, se si Allah xhala ala domon ngjarjen e tij në përgjithësi, edhe këto janë fillimet e surës. Keni kohë gjatë tash e keni Kur'anin, e keni përkthimin, mundi më kthy edhe me lexu se janë shumë të jashtëzakonshme. Saqë kur i lexon Xhafer ibn Abi Talibi, nuk është që këta e merrnin vesh arabishtën, se gjuha ishte me përkthys kanë komuniku që kur të fillojnë do thot me lexu edhe kuptojnë, fillojnë do thot me u rrjedh syt do thot prej syve lot, edhe atyne këshilltarëve edhe Nejashiut, nga ajo përmbajtje e cila ishte do thot në këtë sure. Edhe pas kësaj thot që këta janë njerëz do thot të mbrojtun edhe nuk pranon mi kthy në Mekë, thot shkoni jeni të lirë edhe vazhdoni do thot në fenë e juaj, edhe ju jeni të lirë edhe nuk i jep, nuk i kthen do thot tek Kurajshitët. Kur tërhiqet Nejashiu, Amr ibn Asi, ju e dini, kur bëhet musliman, është prej muslimanëve thuhet që ka qenë shumë i kthjellë, shumë i mëshëm, shumë mendjesdrell, do thot një prej politikanëve edhe në historinë islame kështu njihet. Amr ibn Asi, kur tërhiqet Nejashiu, edhe këta vendosin më kthy, thot jo, ku me bë do thot Anisen, që ku me shtiqe për një me na i kthy, me na i dhon me neve. Edhe ky Abdullah ibn Abi Rabia thot lej, do thot fundja këta e njerëz tonë, masi kanë gjetur ato rahatin, lej mos i ngoc, ky do thot dorzohet, thot masi s'na ka mund po kthej. Ky thot e merr me inati, thot ku me bani sen që ku me detyru me na i kthy. Çka ka me bë ky? I thot aty në udhëhesave dhe këshilltarëve të tjerë, thot thunin Nejashiut, le ti pyet këta se çka thot për Isa alayhis salam. Se ju e besoni që Isa është djali i Zotit, mirë po këta çka thojnë për ta. Domthon thonë keq për ta, edhe nuk thojnë domthon që është djali i Zotit e kështu me radhë, edhe i shkojnë vesh këto fjalë Nejashiut. Edhe me njëherë nesërmen kërkon Nejashiu mu taku prapë me musliman. Edhe kur vjen Xhafer ibn Abi Talibi, edhe e din që tash ka mu pyet për Isa alayhis salam, prapë friksohen, qysh tash më thonë që nuk është djali i Zotit. Ata do thot ja mohu Zotin, do thonë situatë shumë e vështirë. Megjithatë, Abu Xhafer ibn Abi Talibi thot unë do t'i them atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëj ndonjë gënjeshtër apo diçka tjetër. Edhe me herë pyetja e vesit thot çka thuti për Isa alayhis salam. Atëherë, edhe këtu është e rëndësishme, do të them Taxhei do thot Xhaferi domthon i thot kështu. Thot ata që ka thënë na për Isa alayhis salam është domthon çka na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E çka na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot na ka mësuar që është rob i Zotit Isa alayhis salam, që është i dërguar i tij, që është do thot ruhuhu, që Allah xhallahu ala ka fry do thot shpirtin e tij do thot në mitrën e Merjemes, wa kalimatuhu, dhe është fjala e tij që alqaha ala Maryam, që Allah xhallahu ala është do thot fjala e tij që i ka thonë bëhu do thot në Merjemen dhe është bë, dhe që ka lind do thot nga virgjiresha do thot Merjemja, do thot çështu mendojnë. Pra nuk i ka thonë domthon çikas, nuk ka vazhdu tutje. Edhe sikurse Nejashiu nuk ishte domthon shumë i bindur në atë pikpamje të Trinitetit. Na përmend ndoshta kur kena fol për krishterët në përgjithësi, kemi thonë që ideja e Trinitetit është domthon e vonshme tek krishterët, nuk është domthon një ide shumë megjithëse në këtë kohë veç ishte stabilizuar, do thotë ishte vendosi si bindje. Mirë po ka pas disa grupacione të krishterëve të cilët mohonin që Isa alayhis salam
të ishte do thotë djalë i Zotit ose atë ideologjinë e Trinitetit. E sikurse Nejashiu nuk ishte shumë i bindur në këtë sen. Edhe kur e dëgjon kët, ngritet edhe thot për Zotin, thot ajo çka po thuti e merr një shkop prej tokë, ajo çka po thuti, domthonë nuk e ka lënë domthonë që të shkop që e kam unë nga ajo çka na mendojmë për Isa alayhis salam. Edhe i kthehet Amr ibn Abi Asit, edhe i thot për Zotin, thot edhe me madhon edhe një kodër me are. Jo këto dhurata të cilat mi këta, po një kodër me arë nuk t'i kthej këta njerëz. Edhe urdhëron që këtë ato dhurata të cilat ja u ka dhënë këta dy, domthonë mi ja u kthy. Edhe të vetat, edhe këtyre këshilltarëve të vet, edhe mi refuzu ato si një lloj nënçmimi, për arsye se kjo është do thot një nënçmim, kur ti refuzon do thot edhe s'ti pranon dhuratat, është një lloj nënçmimi që jo me t'i kthy ato, po edhe dhuratat s'po t'i du. Merri krejt do thot se nuk jam zor për to, edhe në këtë formë do thot ata kthehen të nënçmum. Edhe kjo është ajo situata e cila ka ndodhur me Nejashiun, e inshallah në këtë ka disa dobi edhe disa sende që ndërlidhen edhe me vetë pranimin apo e ka pranuar Islamin Nejashiu apo jo, për cilën do të flasim inshallah javën e ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.